Mimoza Ahmeti nuk ka nevojë për hijen e askujt tjetër, turpi medias që s'di çfarë flas për një grua pa e lidhur me një burr. Në një moment kur Mimoza Ahmeti po tërheq vëmendje të fortë publike dhe po thyen shikueshmëri me praninë e saj në ferma VIP, një pjesë e portaleve shqiptare dhe e medias së shkruar vizive po zgjedhin sërish rrugën më të varfër, më të lodhur dhe më të turpshme të gazetarisë, në vend që të ndalen të Mimoza, të pesha e saj kulturore, të forca e saj publike, të ndikimi i saj në mendimin dhe letrat shqipe, përpiqen ta devijojnë vëmendjen te ish burri i saj. Ky nuk është lajm. Kjo nuk është gazetari. Kjo është dembelizëm intelektual, varfëri editoriale dhe një sëmundje e vjetër e medias shqiptare, pa aftësia për ta parë një grua si qendër më vete, pa e varur domosdoshmërisht nga një figurë mashkullore pranë saj, pas saj apo para saj. Kur një figurë si Mimoza Ahmeti rikthehet fuqishëm në qendër të vëmendjes, mediat serioze duhet të flasin për Mimozën, për figurën e saj, për mendimin e saj, për artin e saj, për ndikimin e saj, për mënyrën si ajo vazhdon të mbetet një emër që ndes debat, provokon mendje, ndan publikun, por kur nuk kalon pa lënë gjurmë. Sepse kjo është pesha e figurave të mëdha, nuk konsumohen, nuk treten, nuk bëhen dekor. Ato mbeten. Por jo. Në vend të kësaj, një pjesë e medias shqiptare zgjedh të prodhoj banalitet. Të gërmoj aty ku ka më pak vlerë. Të ngrej si temë emra periferik përballë një gruaje që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në kulturën shqiptare. Kjo është jo vetëm mungesë respekti ndaj Mimoza Ahmetit, por edhe fyrje për publikun. Sepse publiku nuk është aq budalla sa ta gëlltis pafund këtë lloj mashtrimi editorial të paketuar si kuriozitet. Është e turpshme që në vend të analizës së figurës së saj, në vend të trajtimit të rolit të saj si poete, intelektuale, zëjlir dhe personazh me ndikim real në jetën publike shqiptare, disa media vazhdojnë të ushqejnë klikime me mbetje narrativesh private. Kjo tregon më shumë për krizën e tyre se sa për subjektin që trajtojnë. Tregon një gazetari që ka humbur busullën, që nuk dallon më thelbësoren nga parazitizmi, që nuk di më të ndaj figurën publike me peshë nga thashë themi i lirë. Mimoza Ahmeti nuk ka nevojë të shpjegohet përmes askujt. Ajo nuk ka nevojë të paraqitet si ish gruaja e dikujt, ish partnerja e dikujt apo emri që lidhet me dik tjetër. Ky reduktim është poshtërues. Është një mënyrë e vjetër, e shëmtuar dhe thellësisht patriarkale për t'i hequr një gruaje madhështinë e vet dhe për ta kthyer në shtojës të një burri. Pikërisht këtu qëndron turpi. Sepse kur vëmendja publike është te Moza, ajo duhet të mbetet te Moza. Vetëm te ajo. Te fjala e saj, te personaliteti i saj, te prezenca e saj, te ajo çfarë përfaqëson ajo për kulturën shqiptare. Askund tjetër. Kush përpiqet ta zhvendos këtë fokus, nuk po bën gazetari. Po bën sabotim të temës. Po ikën asaj që ka vërtet interes publik për t'u hedhur të mbeturinat e sensacionalizmit. Dhe kjo duhet thënë hapur, mediat që sillen kështu nuk po informojnë. Po zhvlerësojnë. Nuk po pasqyrojnë realitetin. Po e deformojnë. Nuk po respektojnë figurën e një gruaje që i ka dhënë shumë këtij vendi. Po e përdorin emrin e saj për të shitur një treg të varfër kurioziteti, sepse nuk kanë as nivelin, as ndershmërinë, as guximin për të folur seriozisht për të. Mimoza Ahmeti i ka dhënë shumë Shqipërisë. Me penë, me mendim, me individualitet, me guxim për të qenë ndryshe, me refuzimin për t'u futur në kallëpe. Dhe pikërisht tani, kur publiku e kërkon, e ndjek dhe e vendos sërish në qendër, media duhet të tregojë minimumin e dinjitetit profesional, ta lërë Mimozën të jetë Mimoz. Sepse jo çdo grua e madhe duhet coptuar në përtituj të vegjël. Jo çdo figurë e rëndësishme duhet ulur në nivelin e thashëthemit. Jo çdo sukses publik duhet ndotur me devijime të ulta. Ka momente kur media duhet të heshtë për gjërat pa vlerë dhe të flas vetëm për thelbin. Dhe sot thelbi është një. Vëmendja duhet të jetë vetëm te Mimoza Ahmeti. Vetëm te Moza. Askund tjetër.